kur të pyet shatë qysh po duket jeta tash, pa të thonë që nise me umësu, po problemin e kita ondrat. Po. Që tash po shema shumë se kur ondra, Tu ecë, tu ngajt, tu... Shumë e vërtetë. Që këto po vrojnë shumë, si të mos më ngjes kur po qona, po kom shumë shtinja, gjysore, më me thonë 40 minuta disa për marrë vetëm. Po shësh shumë ondra tu ngajt, besa po shësh shumë ondra dhe tu ecë. A më janë kështu ondrat këfjellta që më me kallëzu. Po vetën e shoh tu ngajt, tu ecë. Dhe me thonë gjithmonë, s'ka natë që nuk shoh ondër të paktën, ose tu ecë shumë, ose tu ngajt, ose tu shku dikun. Edhe më ndej, vetëm ondra, po kur zgjohesh është kur qona, deta fshet, ta kuptoj. Edhe kur pe shoh komën, e kam ekstrem zër, shumë rënë psiqikisht. Shumë, dhe sa po me marrë vetën kështu me lutje. Edhe në fillim apo të sfigu punën e nervave të Hala po vazhdon. Hala po vazhdon ato. Që do të thotë ta jep ndjenjen që po të kryet gishti. Edhe se ki ose pul, pasi kur në fillim që të kallëzova, është pak që sharake, po është isha kështu të e këshyr telefonin, edhe mu krujke pul pa e komës, që në fakt nuk eksistoj ke, edhe të dosht me kru kështu, po më shkoj dora. Kur pesha, thash s'ko ka. Ama duke, dhe më thonë, nervat cilat tash janë shumë ato e qojnë një sinjal. Qashtu edhe hala vazhdojnë. Po jo mësu dy qysha, pëtën nuk po shkoj mo si kur atëre që më gotë që të komën në kolicë, se më nëshët ma hekë. E dësha me qita të komën tjetër, haj, kukur për nëshë. Ti dhe që na gjithmonë me humor se kem shef në ta zbute me... Po prapë, që ajo, thash. Problemi ma i madhe është depresioni, traumat post-operative, shumë sendet e tjera cilët ka njës cilët edhe nuk pajtohen. Po më duket që e ki të i kalu këtë fazën e parë shumë mirë, nuk ki pas nevoj për trajtime me psikologë. Jo, folë zotit jo. Folë zotit jo, jo kom shtetë zotit shumë, edhe namaz vëj, marabdes bëj namaz, këfilna, edhe nuk kom pas nevoj me shku të psikologët. Shonaj dokumentar, nëj ligjerat, letëzoj nëj sen, abedin, sa jam shpe. Amo po mërzit në shumë, abedin, se aty në ngosht në banes, kur po shkon shemull 4-5 dit. Vullnetin për jetë? është full që tash. Full. Gjithë që kanë kësi lloj probleme di që e fitojnë vullnet ma shumë, po edhe ata cilët të te kalojnë me shumë vështirësi, merr një pak shembull prej Amirit se jeta është e bukur, jeta vazhdon me gjithçka. Nuk i dihet kur të papritura që na presin gjithve. Mendësi është me që ata që ka njëri me vazhdu jetën edhe me që dikuj vje dhe prej nej, mëse bëzot prej aksidentit, prej lindjes, prej qka do, Grekit i ka arë pak prej fajeve të ti, fajet e ti kanë qenë, po këthejmë të tema fundit. Tema fundit është, e kemi diskutu edhe në emisionet tjera, po dhe më thonë, pasojat e përdrimit narkotikve. Po, vëllën, që ku të binë, e kom kallëzu edhe ma